tash janë duke u bërë hetime e arrestime të kriminalëve sërt luftës më shumë se kur më parë. Po thuaj se nuk kalon java pa pasur ndonjë arrestim. Mirë po aq të mëdha janë krimet që i kanë bërë Serbia, aq e gjerë është përbasa e tyre, aq e thellë është mizeria e tyre, saqë edhe ky shpeshtim i arrestimeve nuk është mjaft, është pak. Njëri nga të mbjetuarit e masakrës së Dubrovës, generali i Forcës Sigurisë Kosovës dhe ish deputeti Enver Dugolli, e ka bërë kallëzimin penal edhe pranë dhomave të specializuara të gjykatës speciale, mirë po edhe pas 2 viteve nuk ka asnjë veprim lidhur me këtë, pasi që paraprakisht është marrë përgjigjja se ato dhoma specializuara nuk merren vetëm me njërën etni apo me njërin formacion. Dhe 2 vjet më vonë nuk kemi veprime në përputhje me kallëzimin penal të mbjetuarit Enver Dugolli dhe gjithashtu nuk kemi veprime as të prokurorisë e sistemit tonë të drejtësisë, ndërkohë që, siç e dim, edhe po plakën dëshmitarët, por në anën tjetër edhe natyrisht që me kalimin e kohës edhe zbehet kujtesa. Andaj është domosdoshme që mbi dokumentacionin që e posedoj dhe mbi dëshmitarët e gjallë që janë kaq të shumë të veprohen menjëherë pa vonesa, sepse kushtet, mundësitë janë më të mëdha se kur më parë për një gjë të këtij.